Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshëm mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta për Allahun e madhëruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, i familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 24 të surës Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, Allahu i madhëruar thot: "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha." Vallë, a nuk e përsjatin ata Kur'anin, apo i kanë zemrat të kyçura? Ky ajet është një qortim i drejt për drejt dhe i fortë nga Allahu i madhëruar ndaj atyre që e dëgjojnë Kur'anin, por nuk mendojnë atë, nuk e kuptojnë dhe nuk e lejojnë të ndikojnë në zemrat e tyre. Njeriu duhet ta përsjat Kur'anin, jo thjesht ta lexojë ose ta dëgjojë mekanikisht. Mos përsjatja është një shenjë e një zemre të mbyllur, e një zemre që ka humbur ndjeshmërinë shpirtërore dhe aftësinë për të dalluar të vërtetën. Kur'ani duhet të lexohet me mendje dhe zemër, të kuptohet mesazhi i tij dhe të lidhet me jetën e përditshme. Ata që nuk mendojnë mbi fjalën e Allahut janë sikur të kenë zemra të vulosura, të paafta për ta pranuar udhëzimin hyjnor. Një zemër e mbyllur ndaj Kuranit është fillimi i devijimit dhe i humbjes së lidhjes me Allahun. Në vazhdim pra emisionit ti pyet Kurani përgjigjet. Për sot kemi menduar të përgjigjemi pyetjes: a janë të barabartë mashkulli dhe femra në Kuran? Për këtë themi po. Kurani i shenjtë e barazon mashkullin dhe femrën në vlerën njerëzore, në pozitën shoqërore, si dhe në të drejta e përgjegjësi të përgjithshme. Kurani e nderon femrën, ja lartëson pozitën dhe e respekton atë, pasi më parë ishte e poshtruar dhe e pavlerë në shoqëri, dhe dinjiteti i saj ishte i nëpërkamur. Ajo shihet thjesht si mjet kënaqësie. Por Kurani i shenjtë i zhduku të gjitha këto mentalitete dhe e lartësoi femrën. Dhe Kurani thotë se mashkulli dhe femra, siç e përmend, janë të barabarta në vlera njerëzore, në pozitë shoqërore, si dhe në të drejta dhe në përgjegjësi. Ka ajete nga Kurani që flasin dhe tregojnë për barazim në mjet mashkullit dhe femrës. Për atyre janë ajeti i parë është ajeti 13 në surën Hujurat, në të cilin Allahu i madhëruar thotë: "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum." O njerëz, ne ju krijuam për një mashkull dhe një femër dhe ju bëm popull e fisë që të njiheni me njëri tjetrin. Më i nderuari, më fisniku prej jush, te Allahu është më i devotshëm. Vërtet, Allahu është i dijshëm dhe i njohur. Në këtë ajet Allahu na thotë se të gjithë njerëzit kanë të njëjtën origjinë. Janë krijuar pra nga një mashkull, Ademi, dhe nga një femër, Havaja. Prandaj askush nuk ka përparësi ndaj tjetrit, për nga raca, ngjyra, gjinia, gjuha apo prejartja. Dallimet në popull e fise nuk janë për ndarje apo për buzje, por për njohje, bashkëpunim dhe respekt të ndërsjellë. Allahu thekson në ajet se vlera e vërtetë e njeriut nuk qëndron në gjakun, pasurinë, gjininë apo pozitën e tij, por në devotshmërinë. Ajeti na mëson barazim pra njerëzore, na nxit njohjen dhe bashkëjetesën pa parajgjykime, dhe vendos devotshmërinë si matësi në vërtet të qenit i nderuar dhe fisnik
tek Allahu i madhëruar. Ajeti i dytë është ajeti 1 i surës Nisa, në të cilin Allahu i madhëruar thotë: O njerëz, kini frikë Zotin tuaj që ju krijoi për një vetje të vetme. Dhe prej saj krijoi bashkëshorten e saj, dhe prej atyre të dyve përhapi shumë burra e gra. Në këtë ajet, Allahu na thotë se të gjithë njerëzit pra ka një origjinë të përbashkët. Të gjithë pra jemi nga Ademi dhe Havai. Dhe kjo tregon se njerëzimi është një familje e madhe, dhe askush nuk ka lindur më i lartë apo më i ulët se tjetri. Ajeti na mëson se të gjithë njerëzit janë të barabartë në origjinë dhe dinjitet, dhe për këtë duke ruajtur lidhjet familjare dhe njerëzore. Ajeti i tretë është ajeti 195 në surën Ali Imran, në të cilin Allahu i madhëruar thotë: Unë nuk e humbas shpërblimin asnjë punëtori për jush, qoftë mashkull apo femër. Në këtë ajet, Allahu i madhëruar premton se nuk e humbet shpërblimin e askujt që bën vepra të mira, pavarësisht nëse është burr apo grua, për mashkull apo femër. Kjo tregon se në sytë Allahut, burrat dhe gratë janë të barabartë në vlerë dhe shpërblim, nëse janë të sinqertë dhe veprojnë mirë. Ky ajet është një garanci hyjnore për drejtësi dhe barazi që vlerëson për kushtimin e çdo njeriu, jo gjinin, pozitën apo fuqinë e tij. Ky ajet na mëson se Allahu shpërblen çdo punë të mirë, pa dallim gjinie, dhe se Allahu është i drejtë, duke mos lënë pa shpërblim asnjë vepër të mirë. Sado e vogël të jetë ajo, dhe kushdo që e ka bërë ata, qoftë mashkull apo femër. Ajeti 4 që flet për përbarazinë mes mashkullit dhe femrës është ajeti 32 në surën Nisa, në të cilin Allahu i madhëruar thotë: burrat kanë pjesë nga ajo që fitojnë dhe gratë kanë pjesë nga ajo që fitojnë. Secili njeri është përgjegjës për veprat dhe përpjekjet e veta. Ajeti na tregon se burrat dhe gratë kanë të drejtën e shpërblimit dhe përgjegjësisë sipas veprave të tyre. Pra, secili mashkull apo femër merr atë që fiton me mund dhe sinqeritet. Barazia shpirtërore dhe morale mes burrit dhe gruas, pra, është një diçka e shpërblyer dhe e vlefshme në Islam. Në vlerësimin e Allahut nuk ka dallim gjinor. Pra, që Allahu të shpërblej më shumë meshkuj se femrat, apo femra më shumë se meshkuj. Të gjithë janë të barabarta në sytë Allahut fuqiplot. Ajo që ka rëndësi është çfarë bën njeriu, qoftë mashkull apo femër. Ajeti na mëson drejtësinë dhe barazinë. Çdo njeri, mashkull apo femër, shpërblehet për përpjekjet e veta dhe veprat e tyre. Ajeti nxit për punë të ndershme, përgjegjësi personale dhe respekt për përpjekjet e të tjerëve, qofshin meshkuj apo femra. Ajeti 5 që flet për barazi në mes mashkullit dhe femrës janë ajetet 30-31 të surës Nur, në të cilët Allahu i madhëruar thotë: thuaj ju besimtarëve të ulni shikimet e tyre, të ruajnë nderin e tyre, sepse kjo është më e pastër për ta. Vërtet Allahu është i dijshëm për atë që bëjnë. Thuaj ju besimtarëve të ulni shikimet e tyre dhe të ruajnë nderin e tyre. Në këtë ajet Allahu i madhëruar u drejtohet si burrave, ashtu edhe grave, duke treguar se të dy kanë të detyrë të ruajnë modestinë dhe moralin. Pra, ndershmëria dhe pastërtia janë detyrim për të gjithë, si për meshkujt, ashtu edhe për femrat. Ajeti na mëson të ruajmë modestinë, shikimin dhe nderin, sepse kjo mbron zemrën dhe pastron shoqërinë. Ajeti vendos përgjegjësi të barabartë për burrat dhe gratë dhe na kujton se Allahu i di të gjitha veprat tona. Qofshin pra ato vepra që bëhen nga meshkujt apo edhe nga femrat. Ajeti 6 që flet për barazinë në mes mashkullit dhe femrës është ajeti 35 në surën Ahzab. Është një ajet i mrekullueshëm, të gjithë duhet ta lexojnë. Dhe veçanërisht islamofobët
që ta kuptojnë më së miri barazinë mes mashkullit dhe femrës në Kur'an. Ta kuptojnë më së miri pozitën e lartë të femrës në Kur'an. Dhe të heqin dorë nga akuzat e kota se Kur'ani apo Islami persekutojnë femrën apo e kanë mbyllur në mesin e 4 mureve të shtëpisë. Në këtë ajet Allahu i madhruar thotë: vërtet, muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, adhuruesit dhe adhurueset, të sinqertët dhe të sinqertat, të duruarit dhe të duruarat, të përullurit dhe të përullurat, bamirësit dhe bamirëset, agjëruesit dhe agjërueset, ata që ruajnë nderin e tyre dhe ato që e ruajnë nderin e tyre, ata që përmendin shpesh Allahun dhe ato që e përmendin shpesh Allahun, Allahu ka përgatitur për ta falje dhe shpërblim të madh. Ky ajet është një shpallje e qartë e barazisë shpirtërore dhe morale mes mashkullit dhe femrës para Allahut fuqiplot. Ajeti na thotë se nuk ka dallim gjinor në vlerësimin e Allahut. Allahu e lidh shpërblimin me besimin dhe veprat, dhe jo me gjinin. Vlerat që përmenden në ajet si besimi, sinqeriteti, durimi, përulësia, bamirësia, agjërimi, ruajtja e nderit dhe përmendja e Allahut janë themeli i karakterit islam, si për mashkullin, ashtu edhe për femrën. Përgjegjësia është individuale, se cili mashkull apo femër vlerësohet sipas përkushtimit të tij ndaj Zotit të madhëruar. Allahu premton falje dhe shpërblim të madh për ata që mishërojnë këtë cilësi, qofshin meshkuj apo edhe femra. Ajeti është një deklaratë e qartë e drejtësisë hyjnore dhe një thirrje për moral, etik dhe përkushtim të ndershëm ndaj Allahut të madhëruar, pa dallim gjinie. Të dashur vëllezër dhe motra, këto ajete që cituam, pra 6 ajete, tregojnë qartë se Kurani i shenjtë ka vendosur barazi të plot ndërmjet mashkullit dhe femrës, burrit dhe gruas. Dhe kjo barazi qëndron mbi vlerë, shpërblim dhe përgjegjësi morale dhe shoqërore. E lutem Allahun e madhruar që të na bëjë për atyre që e lexojnë Kuranin, mendojnë thellë në ajetet e tij dhe na bëjë për atyre që e zbatojnë Kuranin në jetën e përditshme. Allahu ju ruaj të gjithëve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.